Justin, të filloj me ty. Pastaj çuan e tjerë do jenë gjatë natës. Ajo që ti, se me mua edhe ke folur, e pastaj e tregon historitë tua, se i tregon, por Elona si kishte thënë specifikisht që prindrit e mi çka kanë hequr në adoleshencë me mua. Çka kanë hequr më burr? Se ti je çuni mirë kështu. Unë jam si shpirt në radh parë, kupton? Po ideja është që unë desha më fut te pjesa që kam kaluar një adoleshencë të vënuar, kupton? Se unë nga mosha 7 vjeçare deri 20 vjeç kam luajtur futboll, edhe në moshën 20 vjeçare unë kam eksperimentuar si çdo moshatar i imi, kupton, ka kalu eksperiencat e veta, por unë kam kaluar 20 vjeç e mbrapa. Duke pirë substanca narkotike. Po, hashash më tepër. Po hashashi na ka bashku me një lloj shoqërie që nëse nuk e pije ishe i dobët ose nuk ishe pjesë e tripit ndoshta. A bëj një pyetje pse ike nga futbolli? Futbolli iku nga unë, jo se unë ika nga futbolli, për shkak se më kërkuan lek. Më thënë erdhën 5-6 vjet atje, ndërkohë që unë kisha 6 vjet i klubi. Iki kur i zhgënjyer. Po, ika i zhgënjyer, domethënë edhe u mërzita dhe nga kjo mërzitja ime unë thjesht fillova dhe të rebelohesha deri diku, sepse ndikon shumë mërzitja, mundi 13 vjet, 14 vjet që ti luan futboll, je dikush aty të thonë që je shumë i mirë. Ti deri në moshën 19-20 vjeç ke qenë duke bërë sport edhe në shkollë. Po, shkollë edhe sport. Shkollë si ke qenë? Me 10, domethënë aty kam dalë 9.1 te provimit e maturës, mesatarisht. Nuk e di këtë për ty. Pra ne jemi te Dalina Show, se çfarë do mësojmë. Dhe ti the që fillove adoleshenca e vënuar sepse ti ke qenë në disiplinën. Po, unë kam qenë gjithmonë disiplinë, dilnim në 7:30 mëngjesit, kena pas bërë stërvitje, më thash, nuk kam qenë pavarësisht se unë isha në jetën e rrugës me shokët e mi ato gjërat që bënin më përpara kur unë nuk i bëja. Prapë nuk kisha pjesë e tripit kur unë nuk e kisha konsumuar në era shashin, a kupton? Tani kur ti pija shash me faktin që i ke zhgënjur nga futbolli, mos kishe edhe një çik këtë ndjesinë që vari se, domethënë se mos ja se hodha gjysmën e jetës me atë dhe sikur çfarë fitova me futbollin. Domethënë nëse mund ta reflektoj një çik që pse po pi kaq shumë shash. Se ti ke investuar jetën tënde në futboll, deri 20 vjeç është goxha jetë. Pirja ishte më tepër si me kalu kohën, si gjë më tepër dhe unë kur e lash si gjë, e lash me mendimin që shive mas 2 vjetësh, 3 vjetësh, e lash edhe thash, shive unë e bona këtë gjën time, e provova. E the si një eksperiment, do ta provoje pjesën e të bësh diçka, le të themi kundër, edhe si formë rebelimi apo si formë eksperimenti, si të erdhi, domethënë kjo. Po shive tash kur unë e piva për herë të parë isha 20 vjeç, shokët e mi kur e kishin pi për herë të parë ishin 16, a kupton? Ta vini në dukje ata që unë thjesht doja, e provova, e pash dhe hoqa qave. Për sa kohë? E piva rreth 2 vjet e gjys. Jo ditë për ditë. Jo ditë për ditë. Por e piva rreth 2 vjet e gjys derisa unë nuk piva më fare. Po pse ndikoi tek familja, se e ke thënë që u bë problem familje, çfarë ndodhi? Unë shkoja vonë natën, në orën 1 natës, 2 natës, 3 natës. Kena pas dalë me shoqe, me shok. Kam një shoqëri shumë të gjerë që na ka lidhur kjo gjë, dhe kam krijuar shoqëri nëpërmjet kësaj gjës. Si me moshatarët e mi, si me më të mëdhenj, si me më të vegjël, por gjithsesi sado kudo është diçka që nuk ja vlen, domethënë të lë në vend, nuk ecën përpara. Domethënë prindrit e kuptuan që ti fillove të ndryshosh sjellje, ktheheshe vonë edhe nga jo dedikimi që kishe për sportin, për çdo gjë, Dedikimi, regjimi është shumë i fortë kur ti duhet merresh me sport. Edhe vunë re, pastaj ndryshim në sjelljen tënde. Kjo ishte ajo çfarë ndodhi me thënë drejtën, edhe faleminderit familjes time, mamit, babit, motrave të mia, që e kuptuan ose nuk e kuptuan kurrë, por që gjithmonë thanë që ti je i destinuar që të jesh më i mirë se ky që je tani për momentin. Dhe unë e besova këtë, dhe të nesërmen u zgjova dhe thash, pritit çikollas, unë jam just peshku. Ku do shkoj unë me këtë jetë që po bëj tani? Ti spunoj atëherë?
Jo, nuk Në punova. rrije kështu pije bar dhe rrije kot. Po, Për 2 vite e gjysmë. po, për 2 vite e gjysmë. Pastaj fillova, mbasi e lash, fillova të eksperimentoja në punë. Bëra një punë tjetër, një punë tjetër, që të shikoja se qa realisht mua më pëlqen, se ku e shifsha veten time, dhe unë akoma e shoh veten time shumë lart. Jona? Është një lloj udhëtimi që Justin bën, por e ka nisur me një lloj mbështetje, domethënë me një lloj mbështetje që të tjerë fëmijë nuk kuptojnë në këtë nivel, që babai thotë në rregull ti e bën këtë gabim, por e kuptove dhe tani merret ti në dorë situatën dhe kjo bën ndonjëherë më të lehtë pjesën e rimëkëmbjes, të kuptimit të gabimit dhe ndonjëherë të daljes prej saj. Pjesa e përfshirjes, pra e kape shumë bukur pjesën kur është i rënditur si fëmijë, është i vogli, përkëdhelja, janë dhe këto situata që ndonjëherë të japin një lloj lehtësie për të eksploruar më shumë me adrenalinën që kanë adoleshentët zakonisht. Dhe nuk e di për pjesën që e ke ndjerë më të nevojshme ta marrësh këtë pjesën e kontroll versive, domethënë ose të përdorimit sërish, e ke pasur më të nevojshme. E ke pasur mua apo jo? Më thon drejtën, nuk është se kam pasur të nevojshme, thjesht ka qenë ditë që s'ke pas që me bo edhe rastisë që dë pishë. Se kjo është një pjesë që duhet parë pak më shumë. Domethënë, nëse ti e ke gjetur si mekanizëm përballues një herë e një kohë dhe për të parë dhe pjesa e rikthimit. Domethënë, çfarë e mban sërish sjelljen që mund të rikthehet. Edhe kjo është një pikë që neve duhet ta shikojmë, le të themi pse jo. Kuptoj, faleminderit. Tash Justin a erdhe këtu. Mos hyje te ky program, se do të bëhet analiza. Do dalë me 4 kg mongut nga djersët.